një pacient ka fshohet nga gjarpri, edhe me urgjencë shkon në spital, edhe mbas 3 dite, për shkak se nuk ka pas ku mu pastru për në institucioni, vendos me shku në shtëpi. Kur e merr veturën me shku në shtëpi, del te parkingu thotë është bë 35 euro. A pe kuptoni? Do të thonë, edhe çka ka ndodhur këto? Është rrit çmimi i parkingut edhe është privatizu. Parkingjet nuk guxojnë spital me pas qëllime fitimprurse. Në anën tjetër është bën një udhëzim administrativ për bashkëpagesat, ku e tatimon ose tarifon secilin qytetar për çdo veprim që bën brenda institucionit shëndetësor. Këto, shisha, vendosja taksave është tendencë mi frenu kërkesat. Çfarë kërkesa po dojmë mi frenu 18% të njerëzve që nuk po na vinë në institucionet shëndetësore. Sa më shumë që vendosen bariera, ato që janë vendosur bariera në institucionet shëndetësore publike, njerëz i shtyn për me u largu. A do duhet që këto vendime, sidomos që çështja e parkingjit merren përmes bordit SHKK-s, do duhet shkollin në Ministri i Shëndetësisë apo dhe pastaj llogaridhënia ku duhet përfundojë? Do të thotë mungesë një kuvendi funksional, kemi një situatë tillë? Padyshim që bordi do duhet me vendosë një rregullore, por jo parkingjet e kanë qëllime fitimprurse. Unë nuk pajtona që në parkingjet e spitaleve parkon njerëz të cilët nuk kanë nevojë për shërbime shëndetësore siç ka ndodhur në kalumen, po jo të vendosen qasje parkingje që njerëzve u akufizojnë mundësinë për me hyrë shërbim shëndetësor. Merrni me mend, për 3 ditë e gjysmë është bë 35 euro parkingi më shtrejt se gjitha shërbimet shëndetësore që i ka bler atë. Edhe ku kanë shkuar këto para, kanë shkuar te një institucion privat. Apo kuptojmë, do të thonë, është rrit çmimi i parkingut apo shkon private, cila është logjika këto? Më kujtohet kohë më parë një mjek e pa të marrë një pajisjen që ky dhe pa çuar në ordinancë private, nuk ka më ashtu. Nuk ndodh ai lloj korrupsioni. Partë publike pak preken. Çka ndodh me korrupsionin në shëndetësi është se krijohen favore për të tjerët. Ata të tjerët mandej i sjellin mjetet që sjellin, por futja e sistemit shëndetësor publik në çorrsokak gjithmonë krijon mundësi për njerëz të tjerë, të cilët gjithmonë janë të gatshëm për me dhënë. Po, dhe si sqarohet tash gjithë ky korrupsioni i lartë? A është përgjegjëse dhe politika dhe vetë personat të cilët janë vënë për të menaxhuar këto institucione apo është kaq i vështirë largimi i korrupsionit në sistemin e shëndetësisë? E para duhet vullnet. Duhet një pajtim jo vetë qeverisë, por gjitha partive politike se shëndetësia do duhet jetë prioritet, që kjo nuk po ndodh. Unë e kam prit, madje shumë mirë ligji i shëndetësisë ka parapathët në 19.4. Duhet të miratohet një strategji 10 vjeçare për shëndetësinë, që i bjen se duhet shkojnë kuvende, i bjen që duhet pajtohen të gjitha partitë politike për sistemin shëndetësor. Kjo nuk ka ndodhur. Do të thonë strategjia e sotme e ka në shkrimin e Ministrit të Shëndetësisë. Dhe më thonë është miratu nga një grupë brenda, por nuk është miratu nga gjithë partitë politike që ta keni unitet. Edhe kjo na tregon që tendencat nuk janë për me rregullu sistemin, por për me bë manovra. E di që na vdesim shumë para qytetarëve të Bashkimit Evropian. Foshnjët tonë na vdesin 3 herë më shumë se sa në Bashkimin Evropian. Jetojmë dikon 17 vite më pak se norvegjezët. Dhe kjo është shëndetësia fajtore për këtë situatë? Patyshim që po, ne nuk kemi mjekësi familjar të konsoliduar. Do të thonë, personalisht jo, kur keni nevojë shëndetësore, ju keni me thirrë një mik, jo mjekun tanë familjar që përmendet në mërge mjeku i shtëpisë. Familjarët e tona t'ja thojnë mjeku i shtëpisë, i cili kujdeset për shëndetin tanë. Nuk kemi check-up-e. Do të thonë, nëse nuk na kap një smundje të caktuar, na nuk shkojmë te mjeku me këshir njerë që shemi. Nuk kemi screeningje, për shembull për smundje që i prekin gratë, për shembull kancerin e qafës mitrës, kancerin e gjiut, kancerin e kollonit, e burrat e tjerë. Do të thonë, vende Slovenia që kemi shumë afër, me 3 screeningjet kancerit ka arrit me ullë në 50% rastet e kancerit. Ne nuk kemi as terapi për kancer. Do të thonë, kur po na vinë njerëz të bën për terapi, tani unë nuk kemi. Do të thonë, për mua shumë shqetësuese, kur ne kemi rritje enorme të pacientëve me kancer, ndërsa e shohim Institutin e Shëndetit Publik të marrë me promovimin shëndetësor në spitale. Instituti i Shëndetit Publik do të koncentrohet në kujdesin primar. Aty thehen shtizat ose aty bën betejat e kujdesit shëndetësor. Mjekësia familjare po shkon të na degradu.